Të hënën, Sindikata e Punëtorëve të Radio-Televizionit të Kosovës do të mbajë një grevë një orëshe për shkak të mosmarrjes së pagave për muajin tetor. Rreth 700 punëtorë të RTK-s ende nuk I kanë marrë pagat e tyre, pavarësisht se më herët kishin zhvilluar 3 protesta për të njëjtën çështje. Kryetari I Sindikatës së Punëtorëve të RTK-s, Gëzim Bimbashi, thotë se situata ka marrë për masa alarmante. Bimbashi ka bërë të ditur se sindikata I është drejtuar të gjitha institucioneve të Bashkimit Evropian, përfshirë presidenten e Komisionit Evropian, kryetarin e Parlamentit Evropian dhe raportuesen për Kosovën lidhur me gjendjen e rëndë në televizionin publik. Situata e ritheksoj është shumë e rëndë. E kam riteksuar dhe ditë më herët që ka shumë prej kolegëve thonë që nuk munden me anë për qyteteve tjera me kry punën e vet, për cilën janë thirrën dhe kanë kontratë ligjore. Kjo, mendoj unë, e te I kalon krizën financiare, kjo është krizë identitetit njerëzor, mendoj që është shkelje të drejtave të njerëzit, shkelje e rëndë, sepse me u punu dhe me pas kontratë ligjore edhe mos me u pagu në fund, është skandaloze. Për situatën e krijuar në RTK, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani të shtunën I është drejtuar me një letër kryetarit të kuvendit Dimal Basha, ku ka kërkuar formimin urgjent të Komisionit për Buxhet dhe Financa. Osmani në letër thekson se mungesa e këtij komisioni është pengesa kryesore për ekzekutimin e pagave, pasi sipas ligjit për ndarjet buxhetore për vitin 2025, ky komision është organi I vetëm që mund të marrë vendim për ndarjen dhe transferimin e mjeteve financiare për RTK-n. Por Bimbashi kërkon që zgjidhja të mos pritet deri në formimin e komisionit. Unë I bëj thirrje edhe kryeministrit Kurti, edhe të gjithë aktorëve, para se të krijohet ky komision, I cili është me ligj që duhet me themelu kuvendi, me kriju kuvendi, të gjejnë një zgjidhje urgjente sepse situata është urgjente. Nëse ne presim derisa të themelohet ky komision, para mendoni çka mund të ndodhë. A dini sa persona në RTK, për shembull, ju duhen barna për smundje të ndryshme, që nuk pyesin a ki pag, as ki pag. Koha u është drejtuar të gjitha partive politike për të pyetur se cili do të jetë qëndrimi tyre pas kërkesës së presidentes. Por vetëm deputeti I Lëvizjes Vetëvendosja Armen Muja është përgjigjur duke u shprehur se kjo parti gjithmonë është e gatshme për formimin e këtij komisioni. Lëvizja Vetëvendosje mbështet themelimin e komisioneve të përhershme për të trajtuar me urgjencë buxhetin e RTK-s, marrëveshjet financiare ndërkombëtare dhe buxhetin 2026. Vetëm 30 më parë, antari I LDK-s Berat Turkiqi ju është përgjigjur ministrit në detyrë të financave Hekuran Muratit lidhur me çështjen e buxhetit dhe punëtorëve të RTK-s, duke thënë se qeveria mund ta ndajë buxhetin për RTK-n, sepse nëse ka shpërndar nga 100 euro për studentët pa asnjë bazë ligjore, atëherë mund ta përdorë të njëjtën praktik edhe për punëtorët e RTK-s.